Hafez, na përmend disa veçori të Kuranit. Kurani ka shumë veçori. Mirë po, prej tyre më kryesore është se Kurani është mrekulli që i sfidon të gjithë, mirë po nuk sfidohet nga askush. Nuk mund të sfidohet nga askush. Pra është sfidues, mrekulli në vete. Dhe Allahu i Madhërisëm i sfidoi të gjithë njerëzit, të gjithë njerëzimi, të gjithë krijesat e tij, që të sillnin diçka të ngjashme me Kur'anin. Qoftë një sure të vogël, qoftë një ajet, qoftë edhe një fjalë të vetme nga Kur'ani. I sfidoi duke thënë në Kur'an thuaj sikur njerëzit dhe xhinët të tuboheshin për të sjellë në Kur'an për të sjellë një Kur'an të ngjashëm me të, ata nuk do të arrinin ta bënin këtë gjë. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, edhe sikur ta ndihmonin njëri tjetrin në këtë gjë. Nuk kanë mundësi. Është sfidë prej Allahut. Kjo sfidë vlen edhe sot. Njerëzit janë të paaft sot për të sjellë një gjë të tillë. Mirë po në kohën e zbritjes, në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, arabët kanë qenë në kulminacionin e dijes të gjuhës arabe, mirë po ishte pamundshme që të sillen diçka të ngjashme me të. Dhe kjo tregon se Kurani vërtet është fjala e Allahut e të urtit dhe gjithdijshmit. Veçoria e dytë, se ky Kur'an ngërthen në vete të gjitha virtytet e moralit të mirë. Ngërthen në vete moralin e mirë, edukatën e mirë, që duhet ta ketë një besimtar. Dhe është hadithi ku Sa'd ibn Hishami, Allahu qoftë i kënaqur me të, hyn tek Aisha radhiyallahu anha, nëna e besimtarëve dhe i thot: "O nëna e besimtarëve, më informo për moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam." Ajo i tha: "A nuk e lexon Kur'anin?" Thot: "Po." Ajo tha: "Morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte Kur'ani." Pra, ajo u përgjigj me një fjalë gjithë përfshirëse, dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam stolisej me moralin e Kur'anit. Atë që Kur'ani e urdhëronte, ai e jetësonte. Atë që Kur'ani e ndalonte, ai u largonte. Pra jetonte me Kur'an, vepronte me Kur'an, gjykonte me Kur'an, e kështu me radhë. Pra morali i tij ishte vendosja e Kur'anit në praktik, stolisja me edukatën e tij dhe marrja mësim nga shembujt dhe tregimet kuranore. Si dhe veçoria e tretë, se ky Kur'an është sqarues i çdo gjëje. Tibyanen li kulli shay. Thot Allahu në Kur'an, ne ty ta shpallëm librin sqarim për çdo send, udhëzim e mëshirë e myshdhe për muslimanët. Pra, ky Kur'an përmban në vete argumente të prera, të qarta për çdo lloj të çështjeve që ka nevojë besimtari, çështjet e besimit, akides, adhurimeve, moralit, sjelljes e kështu me radhë. Këto ishin pra disa prej veçorive të Kur'anit. Alhamdulillah.